Përshëndetje miqtë e kanalit Këshillat e Jetës. Sot do të flasim për një nga substancat më të rëndësishme që ndikon në pothuajse çdo proces të trupit ton, omega 3. Nëse keni dëgjuar për të, por nuk dini saktësisht pse është kaq e famshme, qëndroni deri në fund, sepse në këtë video do të zbuloni se si ndikon në trurin, zemrën, syt, lëkurën, madje edhe humorin tuaj. Dhe më e rëndësishmja, si mund ta merrni mjaftueshëm në mënyrë natyrale pa u mbështetur gjithmonë tek suplementet. Shpesh mendojmë për proteina, karbohidrate apo vitamina, por harrojmë se truri dhe zemra jon ka nevojë për yndyrat e mira. Omega 3 është një nga ato yndyra magjike që e mban trupin e ekuilibër dhe ndihmon të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Le ta fillojmë nga fillimi. Çfarë është saktësisht omega 3? Është një grup acidesh yndyrore esenciale që trupi ynë nuk mund t'i prodhojë vetë, por janë thelbësore për funksionimin e çdo qerize. Janë 3 lloje kryesore që duhet i mbani mend. EPA, që ndihmon zemrën dhe ul inflamacionin, DHA, që është ushqimi i trurit dhe ndikon në kujtesë, fokus dhe humor, dhe ALA, që vjen nga burime bimore si farat dhe arrat. Trupi mund të kthejë një pjesë të vogël të ALA në EPA dhe DHA, por jo gjithmonë mjaftueshëm. Kjo është arsyeja pse ushqimi që ham luan rol kyç në shëndetin ton afatgjatë. Burimet më të pasura janë peshqit yndyror si salmoni, skumbria, sardelet, toni dhe harenga. Këta peshq përmbajnë sasi të larta të EPA dhe DHA, format më aktive të omega 3-shit. Por edhe nëse nuk konsumoni peshk, ka shumë mënyra për ta marrë. Në farat chia, farat e linit, arrat, vajin e kanolas dhe vajin e algave. Nëse doni një truk të thjesht, përzieni një lugë fara lini në kos apo smoothie çdo mëngjes. Një zakon i vogël që mund të bëjë një ndryshim të madh për trurin dhe shëndetin tuaj afatgjatë. Omega 3 ndikon pothuajse në çdo sistem të trupit. Le t'i marrim me radhë. Për trurin, ndihmon kujtesën, përqendrimin dhe ul rrezikun e depresionit. Shkencëtarët kanë zbuluar se në trurin e njeriut, DHA përbën mbi 30% të yndyrës totale. Kjo do thotë se pa omega 3, trupi ynë nuk do të funksiononte siç duhet. Personat që konsumojnë rregullisht omega 3 raportojnë më pak stres, më shumë qartësi mendore dhe humor më të qëndrueshëm. Për zemrën, omega 3 ndihmon në uljen e triglicerideve, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në ruajtjen e ritmit të zemrës. Është si një mbërshojë natyrale që e mbron enët e gjakut dhe parandalon formimin e mpiksjeve. Për syt, DHA ndodhet edhe në retinën e syve, duke ndihmuar shikimin dhe parandalimin e sëmundjeve të syrit. Në fakt, mungesa e saj shpesh lidhet me sy të thatë dhe shikim të dobët. Për lëkurën, omega 3 redukton inflamacionin, përmirëson elasticitetin dhe ndihmon në luftimin e akneve. Nëse keni lëkurë të thatë, mund të jetë një sinjal që trupi juaj ka mungesë omega 3. Për nyjat, ndihmon kundër dhimbjeve kronike, artritit dhe inflamacionit në trup. Në shumë raste, personat që vuajnë nga dhimbje kronike kanë përmirësim të dukshëm pas disa javësh marrje të rregullt të omega 3. Si ta kuptoni nëse trupi juaj nuk po merr mjaftueshëm? Ktu janë disa shenja paralajmëruese: lëkurë e thatë dhe i irrituar, rënje flokësh dhe thonjë të dobët, lodhje mendore apo vështirësi për t'u përqendruar, ndryshime të shpeshta të humorit, dhimbje muskujsh apo nyjesh, smureni shpesh për shkak të sistemit imunitar të dobët. Nëse po e gjeni veten në disa prej këtyre simptomave, ndoshta është koha të kontrolloni nivelin e omega 3 në trupin tuaj. Omega 3 është jashtëzakonisht e rëndësishme gjatë shtatzanisë. Ajo ndihmon në zhvillimin e trurit dhe syve të fetusit dhe ndikon pozitivisht në aftësitë kognitive të fëmijës. Nënat që marrin omega 3 gjatë shtatzanisë kanë më pak rrezik për depresion pas lindjes dhe lindin foshnja me zhvillim më të mirë të trurit. Edhe për fëmijët në moshë shkollore, omega 3 ndihmon në fokus, kujtesë dhe performancë akademike. Ekspertët rekomandojnë që të rriturit të marrin nga 250 deri në 500 mg EPA dhe DHA në ditë. Për ata që kanë probleme kardiake apo inflamacion kronik, doza mund të jetë më e lartë, gjithmonë nën këshillën e mjekut. Mos harroni, nuk bëhet fjalë për sa shumë hani, por për cilësinë e asaj që konsumoni.
2 vakte me peshk yndyror në javë janë mjaft për shumicën e njerëzve. Nëse nuk jeni adhuruesi peshkut, suplementet mund të jenë një alternativë e shkëlqyer. Keni disa opsione: vaj peshku, vaj algash për veganët, apo kapsula të përqendruara. Por kujdes, jo të gjitha suplementet janë një lloj. Kur blini, kontrolloni gjithmonë etiketën. Sigurohuni që të jetë produkt i pastër, pa metale të rënda, dhe nëse mundeni, kërkoni për certifikata si IFOS Certified ose Molecularly Distilled. Merrni atë gjithmonë gjatë vakteve. Absorbohet shumë mirë me yndyrë natyrale. Megjithatë, është dësishe për më shumë njerëz, dozat shumë të larta të omega-3-shit mund të hollojnë gjakun. Nëse merrni ilaçe kundër mpiksjes, këshilloni gjithmonë me mjekun përpara se të filloni suplimentimin. Gjithashtu mos e teproni me suplementet. Ekuilibri mes omega-3 dhe omega-6 është çelësi. Në dietën moderne shpesh konsumojmë shumë omega-6, që mund të neutralizojë përfitimet e omega-3-shit. E keni dëgjuar shprehjen "shëndeti fillon në kuzinë"? Ja disa ide praktike. Hani peshk 2 deri në 3 herë në javë. Shtoni fara chia apo lini në mëngjesin tuaj. Përdorni vaj lini në sallata. Provoni recetën: sallat me ton, avokado, limon dhe pak vaj ulliri. Për pak javë, do të vini re ndryshime në lëkurë, energji dhe qartësi mendore. Është një ndryshim që ndodh gradualisht, por rezultati është i fuqishëm. Tani dua të dëgjoj nga ju. A merrni omega-3 rregullisht? A preferoni ta merrni nga ushqimi apo nga suplementet? Shkruani mendimin tuaj në koment për eksperiencën tuaj. Nëse keni ndjerë ndonjë ndryshim pas përdorimit të omega-3-shit, do të ishte interesant ta lexojmë. Siç e dëgjuam, omega-3-shi është më shumë se një suplement. Është baza e një trupi dhe trurit të shëndetshëm. Ajo ndikon në humor, përqendrim, energji dhe jetëgjatësi. Një trup pa omega-3 është si një makinë pa vaj motori. Mund të funksionojë, por jo për shumë kohë. Kujdesuni për trupin tuaj. Ushqehuni me dashuri dhe mos harroni, çdo vendim i vogël ushqimor është një investim për jetën tuaj. Mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet për më shumë video mbi shëndetin, ushqimin dhe mirëqenien natyrale. Faleminderit që shtoni deri në fund. Kujdesuni për trupin tuaj, sepse është vendi i vetëm ku do t'jatoni gjithmonë.